Klubi i futbollit Shiroka vijon serinë e fitoreve. Skuadra shkodrane ka sfiduar ekipin e Himarës duke mundur me rezultatin e thellë 5-1. Ndeshja luajtur në Reshitrusi është dominuar tërësisht nga vendasit, të cilët shumë shpejt që në minutën e 11 e shohin veten në avantazh me golin e shënuar nga Ajet Bizi. Himariotët nuk dekurajohen nga goli pësuar dhe në minutën e 21 fitojnë një penallti që e shpërdoron Erald Lekaj. Megjithatë 2 minuta më pas, Himara arrin të barazojë shifrat me anë të Andri Kaloshit. 3 minuta nga mbyllja e pjesës së parë është Seiqela që shënon për vendasit, duke bërë që pjesa e parë të këtij takimi të përfundojë 2-1 në favor të Shirokës. Në fraksionin e dytë, Shiroka shënon edhe 3 gola të tjerë me autor Elidon Dulaj në 48-ën, Gabriel Ogungbirt në 60-ën dhe Shazionos në 66-ën, duke bërë që gjithë ndeshja të mbyllet me fitoren e thellë 5-1. Me këtë 3 pikësh, Shiroka shkon në kuotën e 22 pikëve, duke ndjekur nga pas Partizanin B kryesues me 4 pikë më shumë. Ishte një fitore shumë e rëndësishme për ne. Këtë fitore ja dedikojmë trajnerit tonë që fatkeqësisht në mes të javës pahet një lëndim. Ka fitore shkan për te. Shumë i kënaqur, më tepër me golat, edhe me lojën e ekipit, por këtu nuk marrën asnjë gjë. Kjo ishte ndeshja rradhës, mendën e kena te ndeshja tjetër që e kena me Eagle. E rëndësishme është që na ti marrim ndeshjet 1-1, atëherë më thënë është në dorë të fatit vendi i parë, por ne do të luftojmë deri në fund. Eceria është shumë e mirë, harmonia e grupit është shumë e mirë, shpresojmë të marrim çdo ndeshje fitore deri në fund, atëherë më thënë të shohim si në vend parë, si në vend dytë ne do luftojmë deri në fund.